Një tjetër reper që pëlqejt mjaft shumë është edhe Golda IG, I cili është duke përgatitur videoklipin e tij më të ri. Ne do të sillim tek ju making of-in e klipit të ri dhe intervistën me të. Reperi Golda IG është në përfundim të projektit të tij më të ri. Bëhet fjalë për një këngë e cila vjen me mesazh kundër përdorimit të heroinës. E veçanta e kësaj këngë është se Golda IG tekstin e saj e ka shkruar kur ka qenë më I ri. Është këngë kundër heroinës, tekstin e kam shkruar para 4 vjetëve, 5 në shtika, kështu që jam punë I ri atëherë me kënu në këtë temë, se kom pas qef edhe me aktru ato që e kom folë, kështu që ka kohë e duhur edhe ma e mendja që është një mesazh më I mirë se çdo herë që kanë qenë për këtë lloj këngësh. Është mënyra e vetme që mundna me shpreh ato që dojmë, me pa të mirë të popullit. Ne ishim në shoqërim të videoklipit të cilin Goldi po e realizon me Think Creative. E ky klip mund të themi se është më ndryshe nga të tjerët, pasi që në të janë angazhuar edhe disa pjesëtarë të njësitit special të policisë së Kosovës. Sot është dita e dytë e xhirive, ku janë të bën një skenë me forca speciale të Kosovës, me thonë. Skenarin e klipit e ka bo Golda IG, ashtu shumice në skenarin, regjin e këmbon. Është lloj filmi I shkurt, ku luajnë domethënë Beslim Muçaj në Zgrinje Selca edhe Nora Muçaj, bashkë me mu, kështu që ka edhe aktorë tjerë domethënë që janë në rol. Ato janë domethënë pak më pak që dalin, po se përket kësaj është diçka që nuk e kam bërë asnjëherë dhe s'ka pas as më herët. Falenderoj shumë ata që kam përkrahur në policinë, emergjencën, spitalin përgjithësi. Edhe këtë ata që kanë në spot, kështu që më armënja që kanë dalë diçka e mirë me një mesazh që ka me meritë për të njëjtë. Përshëndes këtë ata që më duajnë, faleminderit edhe për juve, respekt për këtë ata që ka e mbojnë muzikën tëmë.